Një avion pasagjerësh i Ryanair ishte vetëm 6 minuta larg mbarimit të karburantit përpara se të bënte një ulje emergjente në Manchester. Incidenti ndodhi më 3 tetor, kur fluturimi nga Pisa drejt aeroportit të Glasgow lëshoi një sinjal emergjence për mungesë kritike të karburantit. Avioni u detyrua të devionte drejt Manchesterit për një ulje emergjente, ndërsa stuhia e fuqishme EMI godiste Britaninë me erëra që arrinin deri në 100 milje në orë. Fluturimi FR 1194, i operuar nga kompania partnere Malta Air, u përball me disa tentativa të pasuksesshme për ulje, fillimisht në Prestwich dhe më pas në aeroportin e Edimburgut përpara se të ulej në mënyrë të sigurt në Manchester, pothuajse 2 orë pas përpjekjes së parë për ulje. Sipas raportimeve, avioni kishte mbetur me vetëm 220 litra karburant në rezervuar në momentin e uljes, një sasi që mjafton vetëm për 5 deri në 6 minuta të tjera fluturimi. Kjo çon avionin shumë pranë shifrës së rezervës minimale të detyrueshme për fluturim të sigurt, që për një Boeing 737-800 duhet të jetë të paktën 30 minuta karburant rezervë në çdo rast. Një prej pasagjerëve në bord, Alexander Marshi, tregoi për gazetën Air Adversaire për jetimet e tij gjatë fluturimit dramatik. Avioni bëri disa rrotullime para tentativës së parë për ulje, por u ngrit menjëherë. Herën e dytë ishim shumë pranë tokës, por u ngritëm me forcë sërish. Më pas na u komunikua se do të devionim për Manchester. Ai shtoi se vetëm pasi pan lajmet, udhëtarët e kuptuan se sa pranë kishte qenë një katastrofë e mundshme. Kur zbuluam se kishim mbetur me vetëm pak minuta karburant, njerëzit ishin të pronditur, të gjithë donin vetëm të zbrisnin dhe askush nuk kishte më dëshirë të ngjitej në një avion tjetër për një kohë të gjatë. Ryanair ka komunikuar incidentin dhe ka bërë të ditur se është duke bashkëpunuar plotësisht me autoritetet përkatëse që ka nisur një hetim zyrtar. Ryanair e raportoi këtë çështje tek autoritetet përkatëse më 3 tetor, meqë çështja është subjekti një hetimi të vazhdueshëm, nuk mund të japim komente të mëtejshme për momentin, deklaroi një zëdhënës i kompanisë.